Llogarisni numrin e njësive formulore të sulfatit të kaliumit në 88.5 gram të substancës. Duke ditur që masa molare e sulfatit të kaliumit është 174 gram për mol, kurse konstanta Avogadros ka vlerë 6.022 herë dhe 23 mol minus 1. Për zgjedhjen e detyrës përdorim dy ekuacione të cilat posedojnë parametrat e masës dhe numrit të njësive formulore. Shohim që anët e majta të ekuacioneve janë të barabarta, atëherë logjike është që edhe anët e djathta të këtyre dy ekuacioneve do të jenë të barabarta. Nga ekuacioni i fundit ne nxjerrim vlerën për numrin e njësive formulore që do të jetë e barabartë me hersin e prodhimit të masës dhe konstantës Avogadros ndaj masës molare. Në këtë ekuacion zëvendësojmë vlerat për masë 88.5 gram, për konstantën Avogadros 6.022 herë dhe 23 mol minus 1 dhe për masën molare 174 gram mol minus 1. Thjeshtojmë njësitë e gramit dhe mol minus 1 dhe pas llogaritjeve të bëra gjejmë që 88.5 gram të sulfatit të kaliumit kanë 3.06 herë dhe 23 njësi formulore.